Fitoria më e madhe juridike ndaj Ramës në 13 vjet është arritur nga Genç Gjokutaj, që ka thirrur Ramën dëshmitar ke gjyqi Sali Berishës. I ka bërë gropën Berishës Rama, tash do bjerë brenda bashkë me Berishën. Si ishte kjo me Gjokutajn? Avokati Berishës Genç Gjokutaj ka arrit një fitore juridike që duhet të thënë. Po, juridike. Se dim të, po. Rama është thirrur dëshmitar në gjyqin e Sali Berishës. Pyetesh pse dëshmitar? Sepse është ky që ka firmosur gjithë dokumentat për cilët akuzohet Sali Berisha bashkë me Berishën. Që do thotë kanë qenë bashkë dhe Rama e ka ngritur gropën këtij me administratën Biden. Tani në faktin që jemi sot këtu, ka ardhur një administratë tjetër, që Rama pra aq kohë sa vazhdon lufta në Iran është i mbrojtur. Pas luftës në Iran është lakuriq prap. Dhe thirrja e tij dëshmitar është një fitore juridike sepse në një çështje për cilën është bërë politik 4 vjet, ky deri aplikuar 100%. Sipas teorisë që deri dim. Po. Bashkë kanë qenë gjithmonë. Kanë bërë biznes bashkë gjithmonë apo. I bëri gropën Berishës ra vet brenda. Ka që thjesht. E kena lexuar në klasë parë me abetari jam duket, ha, mos e bë gropën shokut se do biesh vet brenda, ha? Apo s'ka qenë abetari. Kështu ka qenë. Ke abetari ka qenë, pse ka qenë? Se në abetari se kena mësuar. Natë kena mësuar atë mosh. Bravo avokat, ashtu është për sa i përket sigurisë, por kjo apo se kemi çik kështu. Po desh është rriu, rri ha shumë. Një po më pengon kamera këtu dhe duhet të shoh veten në ekran që të përqendrohem që sepse ti ma ke bërë kaq bukur vendosjen e kameras. Jo, më mirë atë pëlqen. Ke surrati. Që unë tash di që të shoh kamerën, ndërkohë unë e shoh edhe mbrapa. Po pra, dy ekrane, e shef edhe ke ekrani i kamerës edhe tek ekrani preview mbrapa atë. Fix. Fix. Po atë pëlqen më shumë ke këndi këtu, je më mirë këtu. Me thonë të drejtën dora djath këtu e mbështetur është ku me dorën e majt. Se dora e majt s'është për këtë punë. E kena heq punë domethënë. Bravo avokat, ashtu është për sa i përket sigurisë, por kjo edhe për pak kohë derisa të mbushet vendi me lloj rracash dhe pastaj të filloj ngacmime sikur nëpër Europë thotë. Po të rrim si thua ti është. Kjo është ajo që më të merron mua. Mallkimi i Kassandrës që mos e fusin atë kal Troje në Trojë, tha Kassandra, dhe ata qeshën me Kassandrën dhe e futën dhe u zhdukën. Dhe ajo tha, po e futët do digjeni të gjallë ashtu dogjën.